Qeveria shqiptare ka në vëmendjen e saj biznesin me paketat lehtësuese dhe mundësitë e granteve që ofron. Ky ka qenë fokusi i bisedës që deputetja dhe kandidatja Dona Bilali ka bërë në një nga bizneset e Shkodrës. Elvisa Livoda, drejtuesi i këtij biznesi, u shpreh se ka një sër hapësirash që sot po krijohen për biznesin. Që na jena biznes i ri pak a shumë, kena filluar në Lezhë, kena zgjenuar në Shkodër, dhe për një periudhë kohë 2-3 vjeçare kena arritur me pas 120 punëtorë. Por një periudhë më të shkurtër, mendoj i vitit besojmë që do të ketë shumë 1200 punëtorë. Për deputeten e Dona Bilali edhe për 4 vitet e ardhshme në programin e Partisë Socialiste dhe të qeverisë shqiptare, ka një sër lehtësish që do të jenë në favor të klimës së biznesit. Qeveria është përgjigjur me disa instrumenta, që nisin fillimisht nga programi i nxitjes punësimit që jeni përfitues, tek programi i vazhdueshëm i aftësimit profesional, pra dhe në momentin që punësohen të vazhdojnë të rrisin aftësitë e tyre teknike. Programi i garancisë sovrane, që jep mundësinë e aplikimit me kredi me norma shumë më preferenciale se sa që janë bankat e nivelit 2, Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, njohur ndryshe si AIDA me akronim, për mbështetje edhe për makineritë, por edhe për certifikimin me standarde ndërkombëtare, për pjesëmarrjen nëpër panajire, ndërkohë që kjo industri, pavarësisht se synimi është kalimi në cikël të mbyllur dhe kjo është një ambicie e qeverisë e hershme, ndërkohë paralel me këtë, patjetër vazhdon edhe mbrojtja nga ana sociale. Gjatë bashkëbisedimit në këtë biznes, deputetja dhe kandidatja Dona Bilali ka kërkuar mbështetjen e punojësve për zgjedhjet e 11 majit, si një datë që, siç u shpreh ajo, Shkodra do të zgjidhë vazhdimsinë e projekteve dhe investimeve.